kemi një deklaratë në të cilën ne shprehim keqardhje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilin ai u shpreh se është e njanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleanca Atlantikut Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleanca Atlantikut Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato me kërkesë të Beogradit nga Gjykata Ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është shprehur për legjimitetin e pavarësisë së Kosovës. Por nga ana tjetër, deklarata është dhe një aspekt tjetër jashtë çdo konteksti historik. Shqiptarët janë një kom mik me kombin Ukrainas dhe në Shqipëri dhe në Kosovë ata janë solidarizuar plotësisht me luftën heroike të popullit Ukrainës në udhëheqjen e presidentit Zelenski kundër agresionit barbar rus. Kurse Serbia gjerë para pak kohëve ishte kali i Trojës i Kremlinit në Ballkan. Është Rusia e vogël, e cila në mënyrë të pamohueshme shërbeu dhe vazhdon në një farë mënyrë të shërbej si prapavi e fuqishme e Rusisë në Ballkan. Edhe në këtë kuadër, deklarata e presidentit Zelenski është jashtë çdo konteksti dhe mendoj unë interesi për vendin e tij, ndaj dhe Partia Demokratike e cilëson atë një deklaratë krejtësisht pa vend, krejtësisht e papranueshme dhe do thosha një deklaratë fatkeqe në një vend që s'duhet bërë kurrë dhe për pavarësinë e Kosovës.